Isha duke pa këtu atë scrollin, duke bërë scrollin e përditshëm këtu në TikTok, edhe në mes shumë videove, edhe të bukura edhe të shëmtuta, edhe mediokre kështu me radhë, mu shfaq një video të cilën unë e mora me shumë kënaqësi për ta shpërndarë me ju. I kërkoj ndjes personit që e ka hedh, nuk e di kush e ka hedh, po thjesht e mora, më pëlqeu shumë për të kuptuar që ky vendi jon nuk ka vetëm mediokritet, nuk ka vetëm njerëz meteor që ka një sukses të menjëhershëm apo një vit, dy vite, 3 vjet dhe pastaj shuhen. Por ky vend ka dhe legjenda, ka dhe talente të rralla që na kanë zbrit nga qielli dhe për fat mirë kanë rënë në Shqipëri. Dëgjojeni pak këtë. Unë besoj se gjithë e njihni, ajo është Fatmira Breçani dhe është një yll i vërtet i muzikës. Shikojnë çfarë zëri ka, këndon live, domethënë e pavdekshme, legjendë vërtet. Dhe ne jemi me fat që e kemi. Të përshëndes Fatmira.